Me afrimin e sezonit të verës, afrohet edhe rreziku i ndezjes së pyjeve nga faktorë të ndryshëm. Për këtë arsye, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtime e Gjakovës organizoi një takim me të gjithë aktorët relevant që të hartojnë një strategji se si t'i qasëm problemit. Prandaj po të arsyeshme që ta thirrim një takim, domethënë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, me Drejtorinë e Bujqësisë, gjithsesi Agjencionin e Pyjeve të Kosovës, Degan e Gjakov, ku bisedum rreth të gjitha organizimeve që në këtë vit e kemi sa më pak kallje të pyjeve. Infrastruktura është problemi kyç për arritjen e zjatëfiksëve me kohë në vendin e ngjarjes. Pohojt Zërza, komandanti i stacionit të zjatëfiksëve në Gjakov. Sfida e kryesore me arritje të vendit e ngjarjes është rrugat e erë, rrugat fushore, malore, dihet si çfarë janë në bjeshkët tona, ose në bokat tona, ose në pyjet tona, kështu që vetëm ajo është pengesa numër 1 për me arrit më shpejt edhe me kohë dhe me ka qenë më efikas në zjarret fushore dhe malore. Po ashtu në këtë takim u diskutua mbi problemin e prerjeve të pyjeve. Në këtë takim sot cilën e patëm pas mbrojtjes pyjeve nga zjarret, patëm biseda edhe për prerjet ilegale të pyjeve, ku i koordinuam me gjitha aktorët si domos me Policinë e Kosovës që do të ndërmerren disa aksione për parandalimin e këtyre dukurive në tregun e Gjakovës. Problemet të tilla kanë qëndruar edhe më herë, domethënë çdo vit janë shfaq probleme nga secili dikaster. Natyrisht në këtë takim kemi ardhur në përfundim të koordinojmë veprimet tona, secili në aspektin e vet, secili në autorizimit e veta dhe të bëjmë diçka të mirë për këtë komunë. Prandaj ne si polici u shpreh ngatshëm në çdo rast kur ta ka nevojë, ne do të ndihmë në çdo moment. Terrenet malore shumë të hapura u theksuan si problem kryesor që vështirësojnë menaxhimin e mbrojtjes së pyjeve nga zjarri, ndërsa si masë më e efektshme për parandalimin e prerjeve ilegale të pyjeve mbetet konfiskimi i drujnëve nga shitësit ilegal, nëpërmjet një bashkëpunimi më të ngushtë mes policisë, rujtarëve të pyllit dhe inspektorëve komunal, u tha nga pjesëmarrësit në këtë takim.